Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi mesazhet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht urimi për zgjedhjet e 11 majit, i cili erdhi me vonesë prej Shteteve të Bashkuara, por edhe mbi mesazhin e fundit, i cili u adresohet vendeve evropiane ku bën pjesë edhe Shqipëria. Në një mesazh, Departamenti Amerikan i Shtetit shkruan se minimi i procesit elektoral përbën kërcënim për partneritetin strategjik. Por çfarë do të thotë ky mesazh, por edhe shumë të tjera që vijnë nga administrata e Donald Trump përveç Shqipërinë dhe klasën politike shqiptare? Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, përshëndetje dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Zoti Islami, më në fund ambasada amerikane uroi popullin shqiptar për zgjedhjet e 11 majit në një mesazh fare të shkurtër, por që përmendte vetëm qytetarët shqiptar dhe jo klasën politike apo konkretisht kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste si fituese të këtyre zgjedhjeve. Mesazhi që dërgoi ambasada amerikane nuk është mesazh urimi për fitoren e komunistëve shqiptar apo për udhëheqësit e Partisë Komuniste të Punës Socialiste të Shqipërisë. Mesazhi është për ne qytetarët shqiptar, për marrëdhëniet që kemi ne dhe për dashurinë dhe për respektin që kemi ne për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për dëshirën e pafund që kemi që Shqipëria të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të kemi të njëjtat të drejta, respekte dhe detyrime që kanë dhe shtetasit e tjerë të 51 shteteve amerikane, 50 shteteve amerikane. Ne zotëri e kuptojmë mesazhin e ambasadës amerikane ashtu siç ata e kanë shkruar. Dhe ata na janë drejtuar neve, nuk janë drejtuar Edi Ramës. Edi Ramës dhe kabinetet të tij ka rënë dhia. Edi Rama dhe kabinetit të tij janë në situatë morti, kanë mort në zyrat e tyre, sepse ata e dinë se çdo të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbajnë një qëndrim të tillë. Veç kësaj, ka një logjik të gjërave, zoti gazetar, cila është logjika? Edhe ato që shohim, ato që nuk i shohim, si shohim edhe janë ata që janë atje. Zotri Edi Rama zyrtarisht është akuzuar për korrupsion të McGonigal. Pra zyrtarisht Edi Rama ka korruptuar numrin 2 të FBI-t amerikan. Atëherë si mund ta vlerësojë Amerika këtë kryeministër në detyrë dhe të thotë që ta vlerësojë, ta urojë, ta bëjë? Ishte pamundur, nuk do. Pra amerikanët na janë drejtuar neve dhe ne i falenderojmë për urimin që na kanë bërë. Ne shqiptarët jemi ata që kemi qenë për respektin dhe për dashurinë për Amerikën dhe presim nga ora në orë, nga minuta në minutë që Edi Rama dhe bashkëautori i tij në këtë masakër zgjedhore, Sali Berisha, të arrestohen edhe të vënë brenda. Jo më larg se dje, Sali Berisha bëri një marrëveshje direkte me Edi Ramën për të mos pranuar 4 anketime për numërimin e votave të Ilir Ali Mehmetit dhe 3 tjerëve të Partisë Demokratike. Ishte një tradhje pastër. Por e pështirë, e ndyrë, tipike e Sali Berishës. Për të goditur ata që nuk i do dhe ata që nuk i vjen pas avazit. Pse e bën këtë Sali Berisha? Se kalon me një të tjetër, por në fakt të dy janë një lloj për Amerikën, si Salihu dhe Edi. E them këtë sepse Edi Rama, Sali Berisha përgatit terrenin që të ketë në krye të Partisë Demokratike njerëz që do japin votën që kryesinë e PD-s ta marrë Argita, e bia. Kjo nuk do ndodhë. Për këtë të jetë i sigurt Sali Berisha dhe të mos vrasë më në pratë punë. Por unë bëjqire demokratëve të ndershëm, edhe njerë nga ju, nga ekrani juaj. Distanconi nga komunisti, elveristi, diktatori Sali Ram Berisha. Distanconi dhe qojni atje ku e meriton. S'është demokrat Sali Berisha.
nuk është për demokracinë Sali Berisha. Sali Berisha është tradhtari i demokracisë, tradhtari i demokratëve, tradhtari i interesave të atë. Dhe këtë e provojmë me 101.000 fakte. Dhe të mos shkoj spaku ose byra kombëtare e hetimit dhe ta hetoj Sali Berishën për ato metra që ka marrë tek klubi Partizani si ajo. Sali Berisha ka krime të mëdha mi kurris. Ka krime shumë të mëdha, të cilave duhet të bëhet hetusi e plot dhe investigim i plot nga organet e specializuara për hetimin kriminal. Avokat, si mendoni, pse ambasada u vonua që t'jap një mesazh të tillë dhe kaq të shkurtër në drejtim qoftë edhe të popullit shqiptar për zgjedhjet e 11 majit, apo kishte një, po themi, një hezitim se cili do ishte qëndrimi që do mbante kundrejt këtij procesi zgjedhor, apo nga ana tjetër ka një mesazh të fshehur që i adresohet kryesisht kryeministrit Edi Rama? Mendoj, do ta filloj me kjo e fundit. Mendoj që duhet të ketë një mesazh të fshehur. Por imagjinoj dhe përmbajtjen e atij mesazhi. Fantazoj domethënë. Pse e them këtë? E them sepse Edi Rama, ata kanë pritur nga Edi Rama që të deklaronte anullimin e zgjedhjeve, ngritjen dhe marrjen e pushtetit nga një qeveri teknike e cila do përgatiste vendin për zgjedhje. Edi Rama këtë nuk e bëri dhe nuk e bën se Edi Rama mundohet tani kapet si mbyturi pas leshtë e kokës që të shpëtojë. Edi Rama është praktikisht i mbytur. Dhe nuk e bëri edhe atë që mundësin që i dhanë amerikanët që kishte kohë të shprehej dhe të anullonte këto zgjedhje, të mos i konsideronte, po doli edhe bëri dhe festën te Qeshit Skënderbej, duke vënë një yll të madh atje në shesh, që s'ka lidhje fare me ne shqiptarët ai yll. Dhe nuk pranoi që zgjedhjet i ka vjedhur, që zgjedhjet i ka manipuluar, por në bashkëpunim të plot me heshtjen e Sali Berishës, janë të dy bashkë. Zotëri, ambasada amerikane e di mirë që oktapodhi komunist në Shqipëri i ka kthe ato tentakulat e gjata dhe ka kapur të gjitha sperat e shoqërisë. Ambasada amerikane pa shumë mirë, pa fare qartësisht që në fushatën zgjedhore ishte komplet administrata. Për shembull, këtu ku jam unë të Shallvaret që kandidonte ky Fatmir Xhafa, 2 veta ishin punojës ministrie të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk po i them emra, s'ka nevojë të them emra, e din vetë ata, që ishin punojnë tërë ditën këtu për të bërë fushatë zgjedhore. Pra, e gjithë administratë, unë këtë e them konkrete dhe po të duan të më kundërshtojnë, të dalë në një të thotë që s'është kështu si thua ti. Do ta dëshiroja një tillë, sepse e kam dokumentuar dhe me zë dhe me figurë. Dhe të thonë që s'ka marrë pjesat, po si këtu të Shallvaret ka qenë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe mos shkojmë tutje, por Edi Rama pranoi që të bëj deputet figurën më të degeneruar në jugun e Shqipërisë, tërmet pesin. Pra, madje i dha dhe shumë vota, duke mbuluar skandalin e tij seksual të pështirë që me një punojës të administratës dhe ai, se këta komunistët të zotëri i mbajnë gratë që kanë në përzyra, do të bëjnë dashnore, do të pushojnë nga puna. Dhe u pas kam pasur të drejt para 1-2 vjetës që thash gruan po e qove të drejtori kryeministrit, dhe drejtori ministri, brigadieri, ja ke dhënë atij. Ja urdhë të vërtetohet. Partia e punës e Shqipërisë në 3 raste, 3 kryetarë bashkie janë kapur me presëndor duke me zyrtaret edhe me punojësit e administratës. Pra, veç kësaj, Edi Rama duhet të na thotë sot, të dalë që thotë opinioni publik, listën emërore të 27 vetave që marrin rroga në qarkun në rrethin e Tepelenës, duke qenë jashtë shtetit të verifikohen dhe nëpërmjet sistemit TIMS. Dim shumë zotëri, por nuk na pyesin, sepse organet hetimore janë në dorë të Edi Ramës. Unë edhe njëherë tjetër po i biciri i Biros Kombëtare të Hetimit sot nga ju. Edhe njëherë tjetër po i drejtojmë Altin Dumanit.
Zotëri, bën detyrën. Zoti Dumani bën detyrën. Bën detyrën sa s'është vonë për ty. Dhe mos u tërë nga Edi Rama, se s'ka që të bën Edi Rama. Edi Rama i ka ngarkuar plaçkat. Zoti Islami, mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mbaron këtu, teksa një prej zyrtarëve kryesor të Departamentit Amerikan të Shtetit ka adresuar një mesazh të fortë kundrejt vendeve evropiane, në të cilën është edhe Shqipëria, duke theksuar se minimi i proceseve zgjedhore rrezikon partneritetin ton strategjik. Çfarë do të thotë konkretisht ky mesazh, por edhe për vetë klasën politike shqiptare? Ajo është një, më falë për shprehjen, po ajo është një pështym surrati për ata LGBT-q të Evropës, që erdhen këtu, hëngrën e pinë, dhe vlerësonin sharlatanin Edi Rama për zgjedhjet që bëri. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me atë mesazh që kanë thënë Evropës që ki kujdes, largohu nga Shqipëria, qërohuni andej se s'keni punë ju aty. Shqipëria është në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne nuk e ham sa punën për djathtë. Ishin aty ata kryeministrat dhe ministrat e Evropës. Midis tyre edhe ai që hëngri dackën të ri nga ajo gruaja burr me të cilën është martuar. 30 vjet më e madhe se ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thonë Evropës që ato që bën ti, ne nuk i pranojmë dhe ne nuk e ham sa punën për djathtë. Nuk mund të pranojmë që Edi Rama ka bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe nuk mund të pranojmë që 10% e popullsisë shqiptare të nxjerrë 83 deputet. Ai mesazh është një grush i fortë kundër të gjithë kryeministrave të Bashkimit Evropian dhe diplomatëve evropian. Është tamam një grush kundër që besoj se do ta marrë veten Evropa në ai grush kundër. Mund ta paguaj, mund të ketë pasojë akoma të mëbonshme dhe u pres të ketë pasojë të mëbonshme në të ardhmen midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky mesazh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fakt tregon edhe ato që ju e keni parashikuar në vimësi, pavarësisht se ka shumë që ju kundërshtojnë se si bëni parashikime të tilla politike, por në fakt është një përforcim i atij parashikimi që ju keni bërë në vazhdimsi, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një tjetër qasje kundrejt zgjedhjeve në Shqipëri dhe kundrejt politikës shqiptare. Ju si e lexoni këtë pjesë tashmë ku ato që ju keni parashikuar në aspektin politik dhe gjeopolitik, tashmë përforcohen edhe nga ky mesazh kaq i fuqishëm kundrejt vendeve evropiane në të cilën bën pjesë edhe Shqipëria? Lavdi Zotit, falenderoj Zotin për këtë gjë, se ajo nuk është aftësia ime ose studimi imi, po është një dhunti që ta jep vetë Zoti për të ndier gjëra, se kur je vetar zotëri dhe kur e do shumë vendin tënd, çdo gjë Zoti ta sjell përmbar. Ju e thatë vetë që janë vërtetuar parashikimet e mia dhe shqyr ashtu dolli vërtet, si që kisha parashikuar. Dhe prap edhe në të ardhmen parashikoj, ndjej më shumë, ndjej. Se është ajo shqisa e gjashtë që ne nuk mund ta shpjegojmë, nuk mund të izolohet shkencërisht, por e ndjej që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë mesazh që i kanë dërguar Evropës, i kanë thënë turp të kesh, me ta them popullorse, se në fakt ajo është një pështym turie për Evropën. Dhe shqyr Zotit, ato që kam thënë dhe që kam deklaruar dhe këtu në emisionin tuaj, janë vërtetuar dhe po vërtetojnë edhe nga mesazhi i fundit që dërguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëheqësve të vendeve evropiane. Ata evropianët e panë mirë se si u zhvilluan zgjedhjet këtu, se kanë ambasadat e tyre. Po kanë edhe atë zonjën italiane që ju ul në gjunjë Dinama Sicuri do i propozonte për martesë. Karagjoze ajo. Njerëz të degeneruar, të korruptuar, të vjen dok të shikosh që më të respektosh si kryetar shteti, ose kryetar qeverie. Turp të vi. Po këto nuk shkojnë pa vënë re në Amerikë.
të nuk shkojnë pa u analizuar dhe pa u studiuar në gjatësi dhe në gjërësi dhe në thellësi. Pra, edhe njerë, po e theksoj, falenderoj Zotin, që ato që kam thënë, kanë dalë. Kundërshtarët që dalin, që edhe kundërshtojnë këto që them unë, kuptohet janë patronazistë të cilët i kam me bollëk këtu në shalvare. I kam, domethënë janë me shumë të madhe. Mirë po tani, kur u them unë pse nuk gëzoni për fitore, nuk ka rënë pëndët. Realisht nuk ka rënë pëndët. Edhe nxinj sot, i pasja 4-5 sot që dola për pirë kafe në mëngjes, nxinin ishin 4 fytyre. Pa mos thash ç'keni. Juve ja u ka vlerësuar Evropa, u vlerësoi Macroni, thash. Se festoni, nuk flasim. Pra, shpresoj, edhe kështu do ndodh, që do anullojmë të zgjedhje, dhe për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndeshme në Shqipëri duhet ta marrë patjetër pushtetin në dorë një qeveri teknike jashtë spektrit politik komunist që është aktualisht në fuqi në Shqipëri, me qëllim që të përgatisë vendin për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Të bëhen pastaj ato që presim të bëhen në Shqipëri, që janë ndryshimi i kushtetutës, ndryshimi i sistemi politik në republikë parlamentare, në republikë presidenciale, me senator, deputet dhe president, të ndryshoj gjithçka, dhe këto i presim. Zoti Islami, për ta lexuar konkretisht këtë mesazh, unë po e sjell të plotë paktën pjesën më domethënëse që ka të bëjë për vendet europiane dhe konkretisht për procesin elektoral që së fundmi u mbajt në Shqipëri, por edhe për zgjedhjet që zhvillohen në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Mesazhi thekson se shtypja e fjalës, lehtësimi i migracionit masiv, shënjestrimi i lirisë fetare dhe minimi i zgjedhjes elektorale kërcënon vetë themelin e partneritetit transatlantik. Një Evropë që zëvendëson rrënjët e saj shpirtërore dhe kulturore, që trajton vlerat tradicionale si relike të rrezikshme dhe centralizon fuqinë në institucionale të pallogaritshme, është një Evropë më pak e aftë të qëndrojë fort kundër kërcënimeve të jashtme dhe të kalbjes së brendshme. Pra ky është mesazhi i përmbledhur pra në pjesën më domethënëse të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ju si e lexoni në tërësi tashmë këtë mesazh? Është një akt akuzë direkte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë nxitur, kanë financuar, kanë udhëhequr dhe kanë krijuar të tëra lehtësi e mundshme që këta komunistët shqiptarë të vjedhin pa punë dhe të rinë të boshatisin Shqipëria, të ikin shqiptarët të shkojnë në Evropë, të cilët vende punojnë sklever në vendet e Bashkimit Evropian. Pikërisht ky grushti turive që i ka dhënë Departamenti i Shtetit Bashkimit Evropian. Dhe është akuzë direkte duke i thënë që jeni ju fajtor që Shqipëria po boshatiset, jeni ju fajtor që mbështesni një diktatoruc që është vendosur në Shqipëri, një parë të tërë në video se si përtet edhe i bie tavolinës me grusht, një çmendur, realisht i çmendur. Se edhe me kartel është e dirama tek psikiatria, dhe jeni ju, akuzohen vendet e Bashkimit Evropian se janë ata pikërisht që mbështesin dhe kanë krijuar këtë situatë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të njëjtën kohë me atë akuzë që u bëjnë atyre, nuk njohin zgjedhjet që janë bërë në Shqipëri. Nuk i njohin. Dhe prandaj ka rëndësia në bllokun komunist të Edi Ramës, edhe të Sali Berisës, se komunistët janë të dy dhe të njëjtët janë. Kur theksohet minimi i procesit elektoral, pra minimi i procesit zgjedhor, mund të rrezikoj partneritetin strategjik, çfarë në kupton Shtetet e Bashkuara në këtë rast
A është vendosur në rrezik ky lloj partneriteti apo janë duke paralajmëruar konkretisht Edi Ramën? Dëgjoj, minohet, realisht minohet partneriteti dhe bashkëpunimi, sepse në rast se do pranonte Amerika këto zgjedhje dhe këtë kasapan, këtë diktaturë që është vendosur në Shqipëri, populli shqiptar do urrente Amerikën pastaj. Pra, se këta për atë përgatiten dhe atë situatë përgatisin në Shqipëri, që shqiptarët të urrejnë Qështetën e Bashkuara të Amerikës. Gjë që Amerika nuk do ta lejojë, se Amerika e di që shqiptarët i ka me vete, populli shqiptar e ka me vete. Dhe prandaj thotë që minon bashkëpunimin strategjik dhe partneritetin midis të dy vendeve. Zotëri, Amerikës nuk i shkon mirë mustaqe. Edi Rama kthehet i mirë. Edi Rama tani pret ose pritet kur do jap dorëheqjen, se duhet jap dorëheqjen, këto ditë se s'bën duhet jap dorëheqjen, të anullojë zgjedhjet dhe të niset të shkojnë në Amerikë të jap llogari për bashkëpunimin për korrupsionin që ka bërë me McGonigalli. Zoti Islami, si lexoni këto mesazhet fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ky është mesazhi më i fuqishëm, po themi, pas atij që dha vetë zyrtari i administratës së Donald Trump, i cili solli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i kërkuar qeverisë shqiptare që të luftojë krimin organizuar dhe kartelet e drogës. Sepse deri tani qeveria shqiptare, drejtësia shqiptare nuk është marrë fare, nuk është marrë atje ku duhet dhe sa duhet me kartelet e drogës dhe me kriminalët e narkotrafikantë të Shqipërisë. I kanë të tëra në dorë, i kanë të tëra prova, materialet, filmike, dëshmit i kanë të tëra që urgjentisht një orën parë duhet të fillojnë ndjekjen e tyre, arrestimin dhe hetimin e të gjithë veprimtarisë kriminale që kanë grupe të ndryshme të strukturuara, të mbështetura ekskluzivisht nga Edi Rama dhe Sali Berisha, të dy palët, se të dy palët kanë grupet e tyre kriminale. Dhe këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e din, këtë ambasada amerikane e din, dhe prandaj po i thot edhe një herë me këtë mesazh që ka dërguar tani së fundi, i thot që keni kujdes dhe thirrni mendjes. Mirë, po këtyre u ka marrë kokaer se mendojnë që janë pushtet dhe kanë mbështetjen e Macronit, ai Macroni, Manuel Macroni, dhe mendojnë që nuk do japin llogari. Jo zotëri, mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ky i fundit është paralajmërimi i fundit që i bëhet Edi Ramës. Për mua, nëpërmjet atyre që ati mesazhi që i dërgojnë Bashkimit Evropian, në fakt kanë bana të bien për Edi Ramën, këtu, edhe për klasën politike këtu. Unë pres nga dita në ditë, nga ora në orë, pres që të fillojnë arrestimet e kupolës së krimit në Shqipëri. Edhe kupola e krimit në Shqipëri do arrestohet në momenti që Edi Rama do jap dorëheqjen, do shpall marrjen e pushtetit nga qeveria teknike që është gati është e krijuar, është vetëm ajo, si thua, vetëm inaugurimi ka mbetur pa u bërë, me qëllim që pastaj të fillojnë arrestimet dhe të vendoset drejtësia dhe rendi në Shqipëri, të kthehen shqiptarët në mendjen e tyre, të respektohet qytetarët shqiptar, të respektohen nënat dhe gjyshet dhe stërgjyshet e emigrantëve tanë që kanë ikur 20 vjeç e janë bërë 50-60 vjeçar tani. Kanë lindur fëmijë atje dhe fëmijët e tyre janë 25-30 vjeçar, të cilët nuk njohin as gjuhën, as adhun e tyre. Për këtë punon Amerika, për këtë punojmë ne këtu në Shqipëri, kjo do bëhet, duan apo s'duan komunistët shqiptar, kjo do bëhet, dhe komunistët do vënë atje ku kanë vënë, se kanë 80 vjeç që po bëjnë krime në Shqipëri. Si mendoni, sa rrezikon Edi Rama, duke qenë se ka një çështje të hapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si çështja ajo e ish agentit të FBI-së Charles McGonigal,
por ndërkohë është edhe rasti i njohur tashmë si gruaja e Bilalit, por që duket se qof nga opozita, por edhe sa i përket në aspektin mediatik nuk është se përflitet shumë, të paktën vitet e fundit. Për mendimin tim, Edi Rama në mbështetin segmentet të Sorosit në Amerikë. Dhe unë mendoj, nuk e di se si është e vërteta, po unë mendoj që vonesa për arrestimin e Edi Ramës bëhet urdhërohet dhe nxitet vetëm nga ish administrata Biden dhe nga Sorosi. Unë kështu e shikoj, arsye tjetër nuk shoh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejtësia amerikane të rri të presi nuk e di dhe se çfarë pret, duke i pasur faktet në dorë. Kjo është një, unë të thiri e drejtorit e ambasadës amerikane këtu në Tiranë, dhe them zotëri, i keni të tëra faktet dhe provat i keni në dorë. Çfarë prisni me Edi Ramën? Prisni që Edi Rama të thotë vetë, nuk vjen vetë. Prandaj Edi Rama duhet urgjentisht zyrtarisht të mos i njihen zgjedhjet, zyrtarisht të kontestohen zgjedhjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zyrtarisht i kërkohet Edi Ramës dorëheqja. Nga momenti që Edi Rama do bëj dorëheqjen, menjëherë pushtetin e merr ajo qeveria teknike dhe Edi Rama pasaj hapen të tëra rrugët drejtësisë që të ekstradohet dhe të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të jap llogari atje për krimet që ka bërë, plus pasaj të tjerave për miliardat që kanë vënë këtu me Sali Berishën dhe me oligarkët e tyre në kurrizin dhe në djersën e qytetarëve shqiptarë. Ndërkohë, një prej personave më të njohur në internet i cili bën video në YouTube ka kapur në befasi në meny të Gjermanisë kryeministrin Edi Rama, i cili ishte duke ndjekur festimet parafinales së Champions League midis Interit dhe Paris Saint-Germainit. Ndërkohë vetë Rama kishte deklaruar më parë se kishte shkuar në Gjermani për të marrë pjesë në një çmim që do t'i jepej presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në këtë rast, ju si e gjykoni këtë gjë kur Edi Rama thot nga njëra anë se është duke punuar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që kapet në stadium në një finale të tillë të Champions League ku bileta kushton gati deri në 20.000 euro. Po kur ka dhe ndonjëherë llogari ky charlatan se çfarë ka bërë? Dhe kush do t'i kërkojë llogari? Se ai rreth vetes ka një grup gangsterësh, më gangsterë se ai. Por që nuk ndihen ata. Nxjerrin atë si gjorë përpara lart në krye, fshihen pas prapësisë së tij, por në fakt janë ata që mbështesin. Dhe Edi Rama asnjëherë s'ka dhënë llogari për veprimet që ka kryer, për punët që ka bërë, për mashtrimet që ka bërë në media dhe në opinionin publik dhe gjithandej. Ai është një mashtrues ordiner, i del boja, ja urdo. Imagjino se sa idiot që është, që shkon në stadium kujton se do t'i shpëtojë syrit të opinionit, dhe në stadium kudo që vete. Po ata ka rrezik që të shkojë edhe në vendet më të pistat e Evropës edhe ne nuk e dim. Se i tillë është. Avokat, po pasaportën e Bashkimit Evropian, kur do t'ua jap shqiptarëve Edi Rama? Do t'u japi në Srokun ta marrë për vete ta vëra atë ku di ai. Sa do t'u jap ça pasaport more. Po ore nuk do ta kishte zënë fare në gojë, sepse ky është një gjë bajate, kjo është një gjë pa krik, një letyrë emës që nuk duhet të zënë fare në gojë, më fal shprehën. Diskuton pasaportë evropiane Edi Rama, çan këto që thonë më. Si ore i nxjerrin në media dhe këto, po nuk duhet ai për këtë duhet pështyt, duhet të palaço me këtë allësi. Ku ti thua ti do japësh pasaportë evropiane? Po cili nga vendet evropiane ka pasaportë evropiane që do jap Edi Rama ose do ta marrë Edi Rama për qytetarë shqiptar? Ky është një turbo, ky është po karagjos, është njëri pa karakter ai. Qa pret? Ai po që se nuk merr dozë dhe kokainës, ai është i çmendur. E pam në zyrën e tij kryeministri që ulëriste e pëllisti si gomar dhe biti dhe tavolinën, si ai ishte Edi Rama. Ai e qeverisë këtë vend. Po si ka mundësi që tallet në këtë mënyrë me qytetarët shqiptar? S'ka kush i dal përpara. Kush i del përpara? Sali unë e kam me vete.
Se Sali u bashkë me të po vjedh, edhe ka vjedhur. Kush i dalë përpara? S'ka opozitë Shqipëria. Opozita e vërtet tani do dalë në Shqipëri. Të qorohet ky, të vi qeveria teknike në pushtet dhe do shohim se cila është opozita e vërtet për të tërë këta komunistë shqiptarë që kanë vjedhur, ka 32 vjet që kanë vjedhur gjitha pronat e shqiptarëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon të kontestojë zgjedhjet dhe ka kërkuar krijimin e një qeverie teknike e cila sipas tij të mbajë zgjedhjet e reja pasi këto të 11 maj nuk duhet të njihen. Çfarë qeverie teknike kërkon Sali Berisha kur ju thoni që qeveria teknike tashmë është krijuar dhe çfarë mesazhi kërkon të jap në këtë drejtim Berisha dhe sa e mundur është që sipas tij të krijohet një qeveri teknike e cila të çojë vendin në zgjedhje të reja? Sali Berisha shef ëndra me sy hapur. Sali Berisha shpreson dhe mendon që në bashkëpunim me Edi Ramën të krijojë një qeveri mikse të përbashkët PDPS, marrë dhe në një gaxivar në akta quhet nga një kocë kështu edhe të thotë qeveri teknike. I bie daullës kot Sali Berisha. Sali Berisha e di mirë që nuk bën dot qeveri tjetër teknike veç asaj që është ngritur dhe që është prezantuar në opinionin publik shqiptar. Pra, Sali Berisha e ka humbur davan bashkë me Edi Ramën. Janë që të dy që do rrokullisin dhe do përfundojnë në koshin e perave të historisë. Bashkë me ata gaxivarët, po e them më popullor që kanë rreth rrotën tyre. Ju e përmendët në fillim të kësaj interviste që Komisioni i Apelimit rrëzoi kërkesat e disa kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, ndërta Ilir Alif Mehmeti dhe Aulon Kalaja. Ju si e gjykoni këtë gjë? Ka i bashkëpunim këtu, duke qenë se PD-ja dhe PS-ja në këtë rast kanë bashkuar votat me njëra tjetrën për të rrëzuar këto kërkesa të këtyre kandidatëve të cilët pretendojnë se ka pasur manipulime ose vota e tyre nuk është lexuar siç duhet? E pa kontestueshme, e pa diskutueshme, e bashkëpunimit kriminal, po e them prap, kriminal, korruptiv, të pa fytyrë të dy krerëve. Që Sali Berisha ka uzurpuar kryesinë e Partisë Demokratike me sa legem që ka atje referotull si punë, ca flamur nokre, ca të shehere, ca këndi unë qarë ka aty plot më ta zabërhanët atje, dhe nuk pranuan që të bëj rinumërimi i votave. Rast unikal deri sot në zgjedhjet shqiptare. Kjo s'kishte ndodhur. Po këta ujkun atë qenin kur i vjen ngordhja shkon dhe përmjerë në xhamin sot populli. Këta bën pikërisht atë që duhet ta bënin. Bashkëpunuan dhe anulluan, nuk pranuan atë kërkesën e deputetëve që ankor me të drejtë të tyre brenda ligjit elektoral, brenda normave njerëzore, zgjedhore, kërkuan që të rinumëroheshin votat. Po pse nuk duan? Sepse Sali Berisha do ekipin e tij në PD, do që të nxjerrë argitën në krye të PD, se kuptojnë shqiptarët apo se kuptojnë. O demokrat, o demokrat që tepër e të pambuluar, o ju që e quani veten antar të Partisë Demokratike që s'qen keni gjë tjetër veç se veturia komuniste. Dilni më qoftë jeni demokratë vërtet të djathtë dhe qoftë jeni shqiptar, dilni dhe rrëzojni këtë klik të pështiv që ka uzurpuar Partinë Demokratike. E kemi thënë me kohë, Partinë Demokratike ka uzurpuar krimi komunist. Qoni rrëzojni. Veprimi i fundit vërtetoi 4 sipërisht këtë që thash. Duke nisur që nga mesazhet e forta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e deri te dyshimet për manipulime të zgjedhjeve dhe ky mesazh i fortë që vjen për minimin e procesit zgjedhor, por ndërkohë edhe dyshimet për krime elektorale ku sipas opozitës ka pasur edhe dorë krimi në rritjen e votave të disa kandidatëve. Në gjithë këtë mori të këtyre gjërave dhe të këtyre problematikave, Spaku çfarë është duke bërë dhe çfarë do duhet bëj konkretisht? Mendimi juaj dhe pyetja juaj është shumë normale, shumë e drejtë, shumë njerëzore dhe me të vërtetë vë përpara përgjegjësisë strukturën e Spakut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit.
Tani, unë nuk e di se ç'duhet të themi më veç atyre që kemi thënë që SPAK-u nuk po funksionon. SPAK-u është paralizuar. Kush e ka paralizuar se di, e kanë paralizuar agentët e Serbisë dhe të Moskës me Ramën dhe Berishën në krye, apo kush e ka paralizuar? Për këtë gjë unë mendoj që duhet të prononcohet Ambasada Amerikane dhe Departamenti i Shtetit. SPAK-u paguhet me dollarët amerikanë, është krijuar nga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me njerëz të zgjedhur të vendosur aty. Fakti tregon që aty kanë hyrë në SPAK agent të shërbimit sekret shqiptar, të komanduar nga të dy krerët e Partisë Punës Shqipërisë, Sali Berisha dhe Edi Rama. S'ka arsye tjetër. Absolutisht asnjë arsye tjetër s'ka. Ose dhe dalë Dumani, e të na thotë që pengon çka ka. Pse s'del Dumani, ka gjithë kokojës, por nuk po flet. Kush futur? Zoti Dumani. Dilo më sotër më burë, se të vret njeri. Ke mbrojtjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, i ke të tëra aftësitë dhe mundësitë të denoncosh dhe të deklarosh çfarë maskarade zgjedhore është bërë në Republikën e Shqipërisë. Çore dili zot detyrës që ke marrë dhe për të cilën paguash sa frëngu pulën. Ose ndryshe ik, po ik me derë, ik shpejt pa u njëllosur. Edhe pse nuk i këndot në fakt, nuk i këndot më tani ti. Tani ti ke ngelur se ariu midis dy daullave. Prandaj zgjidh e merr. Po zgjidh më mirë zgjidh atë që është më sakrificës po më ndeshme se sa atë të turpit që rrje dhe hes, je futur si turp ke futur kokën në rare nuk flet. Dile aty se je ti përgjegjësi. Mund të kesh 100 pengesa aty brenda, nuk më na interesojnë, nuk më duhen. Ti dil dhe jepi llogari popullit pse nuk po fillon arrestimet e këtyre që deklarohen. Unë deklaroj për ditë vjedhje dhe grabitje të llaktashme dhe askush nuk dihet. Pra, i vemi tek ajo që drejtësia është e kapur nga këta kriminalët komunistë. Është drejtësi e kapur nga kriminalët komunistë. Dhe unë kërkoj urgjentisht ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës direkte, po e them prapë, ndërhyrje direkte në drejtësinë shqiptare të qëroj këta plera. Zoti Islami, tashmë kur po vinë pushimet verore pak nga pak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duken edhe më të ashpra kundrejt çështjeve politike sa i përket Evropës, por edhe vetë Shqipërisë. Por në sezonin e ri politik në shtator, ju si e parashikoni vetë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe sa do ta nxjisë kjo SPAK-un për të vijuar goditjet në nivelet e larta? Pres që të nxjisë SPAK-un të vijojë goditjet, sa po e thash pak më parë. Nuk kam shpresë tjetër. Ndashta bëjnë, ndashta nëse bëjnë, nëse na kanë lënë pastaj në duart të këtyre kriminalëve dhe na lënë, ne s'kemi gjë në dorë. Populli vetëm duart ka. A mendoni se do të jetë më ashpër në sezonin e ri politik Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt klasës politike shqiptare, duke nisur nga shtatori e më pas? Jo, unë e pres që tani po që se do ndodhë ashpërsimi i qëndrimit amerikan në lidhje me maskaradën zgjedhore dhe me qëndrimi me krimet dhe vjedhje që bëjnë të unë e pres që tani po e lanë për të vjesh pastaj deri atere ka dore dhe shumë ujra. E kur i rrjeca është i nxehtë. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Ju përshëndes, edhe një përshëndes teleshikuesit tuaj, si ata që më kritikojnë dhe ata që më vlerësojnë, sepse në fundit nga ata që na kritikojnë dhe unë ata duam shumë, janë një nxitje, një pasqyrë që të shikojmë ku gaboj. Faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.